Ka nisur gjyqi ndaj ish-presidentit Ilir Meta dhe për të folur mbi këtë proces kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e tij, zotin Kujtim Cakrani. Zoti Cakrani, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju për këtë. Avokat, ju pam që keni qenë mjaft debatues jashtëm me prokurorët lidhur me procesin që ka nisur ndaj zotit Meta. Pse ky tension me prokurorinë dhe çfarë po ndodh realisht në gjyq? Ja, nuk është ne kemi armiqësi, padyshim që ne me prokurorët nuk ndajmë gjë. Pra në kuptimin s'kemi asgjë të përbashkët në kuptimin e provave, sepse ne që në momentin e parë të fazës hetimore kemi kundërshtuar provat, mënyrën, impiantin akuzator të prokurorisë dhe padyshim debati gjyqësor është debat gjyqësor duke u bazuar mbi provat që ne na ka paraqitur organi procedurës. Dhe në kuptim të kësaj, kur ne konstatojmë që gjatë seancës prokurorët flasin me interpretimet e tyre dhe jo me provat që ata realisht kanë, padyshim që debati ose ne do ngrihemi dhe do t'i kundërshtojmë madje edhe me tension, sepse ne nuk mundet t'i japim ushqim publikut për gjërat të cilat nuk ndodhen në dosje. Prokurori nuk mund të flasi për te atyre që janë në fakshëllurin hetimor. Dhe kështu që kjo është arsyeja për të cilën unë e kam kundërshtuar dhe do vazhdoj t'i kundërshtoj, nëse ashme që çështja ndaj zotit Meta nuk ka nisur akoma, sepse ju siç jeni në dieni, çështja është ndarë, 3 bashkë pandehur kanë kërkuar gjykim të shkurtuar dhe padyshim gjykimi i shkurtuar bën edhe ndarjen e procesit gjyqësor. Dhe ky trup gjykues i cili ishte aktualisht me zonjën Deda do të gjykoj persone ata të cilët bashkëpandehur se cilët u ndan dhe zotit Meta dhe zonjës Kremadi do një hidhet përsëri do shoktohen dhe do kemi një trup tjetër gjykues për të cilin do kemi procesi gjyqësor do rinis nga e para. Kështu që aktualisht procesi i zotit Meta është akoma pezull dhe ne nuk e dim kush do jetë trupi gjykues dhe kur do nisim realisht procesi gjyqësor që në kupton kur do filloj që ne prokurori të relatoj akuzën dhe ne të bëj prapësimet tona për papërdorshmëri, pabeshmëri, marrjen e provave e kështu me radhë. Prandaj që jemi akoma në një fazë pezull të këtij procesi gjyqësor. Avokat, bazuar dhe në provat që ju keni lexuar, besoni që ka pasur një prapaskenë politike ose dhe po themi dëshirë të personazheve të caktuar ose institucioneve të caktuara ose selive të caktuara ndërkombëtare që zoti Meta të ishte prapahekurave? Shiko, zoti Meta është i qartë për çfarë po vuan në paraburgimin. Është i qartë edhe për personat të cilët kanë qenë, si thon, iniciatorët e kësaj akuze dhe padyshim ka të kristalizuar mendimin e tij dhe e di si nisi dhe si do përfundoj ky proces gjyqësor. Kështu që nuk kam asnjë dyshim që kjo është një çështje e montuar politikisht, se jo ta themi dhe troç, është një çështje e cila u mor përsipër nga Altin Dumani me shtysën e Yuri Kim edhe personazheve të tjerë Partisë Socialiste për arsye politike. Dhe kjo tashmë është evidente, sepse të montosh një proces të tillë për akuza korrupsioni, ku në fakt nuk ka gjetur as korrupsion, nuk ka gjetur as para, as pasuri paguajshme dhe as pastrim të produkteve. Dhe kështu që mbajtja e tij në paraburgim për shumë se 19 muaj dhe nuk dihet se sa do qëndrojë akoma, derisa përfundojnë afatet procedurale, besoj, ai kuptohet qartë që ka një prapavi politike që i ka kapur gjyqtarët e kësaj gjykate, të cilët nuk arrin dot të dalin nga kapja apo nga nënshtrimi që kanë ndaj politikës dhe të japin një vendim qoftë për zbulsimin e masës që zoti Meta mos të vazhdojë më paraburgimin, pra izolimin e tij në paraburgim dhe që procesi ndaj tij të zhvillohet i lirë. Fakti që gjykata ka refuzuar kërkesën
edhe kërkesë të përzemtim mase, para 3 ditësh, para 2 ditësh, vërteton të gjitha këto që unë çka thash më sipër. Padyshim që unë kam informacion të detajuar mbi dosjen, sepse jam avokati dhe e kam studiuar dosjen dhe vazhdoj çdo ditë që merrem me dosjen, për arsyet e mbrojtjes. Dhe më besoni dhe vazhdoj të këmbgul, sepse e vërteta duhet përsëritur pasi gënjeshtra përgjiron e botës, të besoni që dhe Zoti Meta nuk ka asnjë moment korrupsioni, asnjë moment shpërdorimit e tyre dhe asnjë moment nepotizmi për sa i përket qenies së tij në funksion publik, flasim si ministër, kryeministër apo kryetar kuvendi e kështu me radhë. E thash këtë që ta kuptojnë qytetarët shqiptarë dhe arsyeja vetme që ne kemi kërkuar që procesi gjyqësor ndaj tij të zhvillohet live, pra të zhvillohet drejt për drejt, të transmetohet drejt për drejt nga media, që të kuptojnë edhe qytetarët shqiptarë që kjo është një akuzë e montuar dhe nuk ka lidhje, po s'ka lidhje fare as me korrupsionin dhe as me pastrimin e produkteve veprës penale, akuza për të cilat janë ngritur ndaj Zotit Meta. Kështu që ne jemi shumë të qetë, të kuptohemi, sepse këtë qetësi na e ka dhënë me prova, na e ka faktuar dhe besimi që kemi ne tek pafajësia na e ka faktuar padyshim vetë prokuroria me hetimet dhe provat që na ka vendosur në dispozicion. Avokata, duket e çuditshme që dy njerëz të cilët janë sot prapa hekurave më të rëndësishme politikës shqiptare, është zoti Velia dhe zoti Meta, dikur të përfolur për një aleancë underground me njëri tjetrin. Shiko, do të kuptoni diçka në politik, thoshte dikur një politikan i famshëm shqiptar Ali Bekër Cyra, nuk ka miq të përjetshëm dhe armiq të përjetshëm. Në politik nuk ekziston kjo lloj qasje. Politika thot atë që ke mik, pra që ke aleat, nëse mund ta kesh kundërshtar dhe amacillta. Dhe kështu që unë nuk kam folur në media kur dhe nuk kemi përgjuar nga goja ime kur që të futem në çështjet e politike as të Zotit Meta, as të partisë që drejton Zoti Meta dhe asnjë tjetër, sepse ai më ka marrë si përfaqësues ligjor dhe jo si këshilltar politik, kuptohet. Dhe unë nuk kam patur dhe s'kam asnjë lloj interesi që të pyes Zotin Meta apo antarët apo deputetët e partisë së tij për çështje lobimesh ose çështje politike underground ose mbi top. Problemi është që lëvizjet politike, çështjet politike padyshim zgjidhen edhe me aleanca, qofshin këto të fshehta, dhe s'ka gjithë të keqe që të jenë, por unë nuk di nëse ka aleanca apo ka armiqësi ndërmjet Zotit Meta apo Zotit Veliaj. Unë di që Zoti Meta është aty për faktin sepse aty ku ndodhet në parapurgim dhe është ndërtuar një akuzë për faktin sepse Edi Rama në cilësinë e kryetarit Partisë Socialiste nga Asamblea e Partisë Socialiste në datën 7 maj të 2023 ka adresuar prokurorinë e posaçme dhe më saktë Altin Dumani në kohë që duhet të arrestonte Ilir Metën sepse arrestimin e tij e kërkonte populli shqiptar e kështu me radhë. Unë këtë dita them me bindje që thëmbimi i tij ishte me urdhër të Edi Ramës. Mbajtja dhe keq trajtimi i tij në paraburgim është padyshim me urdhër të Edi Ramës, por dhe çdo veprim tjetër që bëhet që atij i ndalohen edhe takimet me deputetët apo takimet me antarët e kryesisë partisë së tij, padyshim është Edi Rama, dhe këtë e dita them me bindje sepse jam marrë dhe po merrem me kërkesa të ndryshme që janë bërë dhe vazhdoj që të bëj ndaj institucioneve të cilat nuk kërkojmë gjë që të zbatohet ligji ndaj Zotit Meta, i cili mbahet në paraburgim në kushte, nuk themi diskriminuese dhe
padyshim edhe viktimizuese, po deshëm që stigmatizuese, po deshëm, dhe kjo ka vetëm një autor që është Edi Rama. Kështu që aleancat e tjera, aleancat në tokë, mbi tokë, këto pastaj janë gjëra që duhet t'i shpjegojnë ata që merren me politikë e kështu me radhë. Avokat, të kemi parë mjaft debatues të fortë gjatë një mbledhje konsultimi publik për reformën territoriale ditën e djeshme. Mund na e përshkroni pak me fjalë se çfarë ndodhi në atë mbledhje dhe pse kishte një lloj, po themi, tensioni gjatë fjalës tuaj? Shiko, do të kuptojmë diçka. Unë jam Kujtim Sakrani dhe kam emrin e Krajinës. Sakrani nuk është një fshat, kuptojmë. Sakrani nuk është një emër. Sakrani është një krajinë dhe ka historinë e saj. Ka historinë e saj, e cila nuk është histori as 20, as 30, as 50 vjeçare, është një histori shekullore, dhe shekull. Dhe arsyet që unë isha në atë takim, isha i ftuar padyshim, isha sepse do mbroja fakti që Sakrani si krajinë duhet patjetër të rishikohet harta pra territoriale dhe Sakrani t'i rikthet dignitetit, t'i rikthet bashki, sepse plotëson të gjitha kushtet, qofshin këto nga pikpamja e territorit por edhe nga pikpamja e popullsisë. Dhe kjo ishte një padrejti që u bëri Sakrani në vitin 2014. Dhe në kuptim të kësaj, unë mora fjalën dje ku nuk mu ndërpreva, padyshim, kur unë thash disa të vërteta historike, siç është ajo për shembull që Pat Sakran nuk ka fier, Pat Sakran nuk ka mallakastër, dhe Pat Sakran nuk ka histori Shqipërie, po kjo nuk është se më pëlqen mua. Kjo është evidente për ata që njohin historinë. Po një turm spletësh partia që ishin në atë sallë, të pjesë e administratës të bashkisë apo administratës lokale të qytetit Fierit, nuk ju pëlqeu kjo dhe as Belinda Balluku që ishte aty ulur afër meje nuk ju pëlqeu dhe padyshim patë protestime. Po mua pak më ndjen nga protestimet, por unë jam njeriu lirë dhe padyshim thash të vërteta historike, ekonomike, dhe padyshim disa të vërteta numrash të cilët më japin mua të drejtën që Sakrani, krajinës së Sakranit të kthehet bashki. Padyshim mënyra si unë e shpreh një kërkesë ka mënyrën time të shprehur dhe të kërkorit gjërave që të tjerëve nuk ju pëlqen, por kjo është mënyra ime. Dhe unë i qëndroj dhe vazhdoj do të mbul padyshim tek ajo që unë kam thënë dje në atë sallë dhe do vazhdoj ta them përsëri tek media juaj e nderuar dhe do vazhdoj ta them me media tjera. Që Sakrani është historia e Shqipërisë dhe jo Sakrani si fshat, krajina e Sakranit është historia e Shqipërisë dhe pa Sakran, kur ka pasur Sakran, nuk ka ekzistuar Fieri, se Fieri është një qytet 130 vjeçar. Ka qenë para Nikole pavarësisë, kur Sakran bëheshin mbledhje për ngritjen e flamurit dhe paraardhësit e mi si një dinasti që ishin merreshin me organizimin për të shkuar në kongresin e pavarësisë në Kuvendin e Vlorës, Fieri nuk ekzistonte, kishte 50 shtëpi. Kështu që unë në këtë kontekst e thash që Pat Sakran nuk ka fier, Pat Sakran nuk ka mallakastër dhe Pat Sakran historia e Shqipërisë është e mandur dhe vazhdoj të qëndroj kësa. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit juve dhe kënaqësia ime të gjithmonë. Ju përshëndet.